A duhet të jetë roli psikologut më i madh në shkolla, të themi të jemi konkret dhe sinqer që tani në për shkolla ka psikolog, po a duhet të jetë numri më i madh, trajtimi më i madh i çështjeve, rasteve për të trajtuar në mjediset e tjera shoqërore, në institucione të ndryshme, në vendet të punës dhe cili do të jetë efekti apo ndikimi i një psikologu apo disa psikologë në për institucione. Domosdoshmërisht dhe kjo gjë tashmë dihet që roli i psikologut në akterët institucionale dhe në institucionet shkollore, arsimore, ato pedagogjike është shumë i nevojshëm dhe ne si shoqëri, si shtet të cilin e ndjekim një rend kushtetues dhe respektojmë parimet demokratike, i kemi ligjet në fuqi, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, po ashtu ligjet dhe udhëzuesit administrativ në institucionet shkollore arsimore, ju e keni parasysh që shkollat kanë me patjetër nevojë për prezencën, kontributin dhe shërbimet e një psikologu shkollor të avancuar me një ekspertizë të zgjeruar, jo vetëm një urish, po përvojash e praktikash të cilat do t'i sjellin produktivitet dhe rezultate frytdhënëse institucionit shkollor, sepse nxënësit sot përballen me problemet e natyrës bulliste, keq trajtohen në disa raste, viktimizohen, ngacmohen, rrezikohen, mund të shisin problemet apo fenomenet atyre dukurive negative të bërtërimit të substancave psikotrope analoge, e këto probleme mund të thëllohen akoma më shumë në qoftë se në shkollat tona nuk inkuadrohen apo nuk shumë fishohen psikologët shkollor, pedagogët, madje edhe sociologët, pedagogët e specializuar apo pedagogët special dhe sigurisht funksionalizimi i trefishuar i trinomit prind, fëmijë dhe mësimdhënës.